Kapitulli 6. Disiplina e synimit për një shërbes familjare. Familja është një mjet i mrekullueshëm ungjillizimi, veçanërisht kur fëmijët arrijnë në moshën shkollore. Ne u gëzuam për fatin ton të mirë kur vajza jon Holly u regjistrua si një nga fëmijët e kopshtit të zonjës Smith. Suzy Smith konsideroi thjesht më e mira. Një grua e gjatë, në mesin e të 30-tave. Atë e hijeshonte në mënyrë të pazakontë edhe diçka që francezët e quajnë joie de vivre. Zonja Smith rrezatonte entuziazëm të hareshëm për jetën dhe mësimdhënien. Dhe ajo i donte vogëlushët e kopshtit të saj. Kur buzëqeshte zonja Smith, syt i zgjeroheshin anash një lloj si goja e saj, kështu që për një sekond të ndritshme, gjithçka që mund të shihje nga sytë e saj ishin shkëndija. Ajo buzëqeshje dhe ngrohtësia e zërit të saj pak të ngjirur u aqetësonin ankthet si fëmijëve, ashtu edhe prindërve. Kjo hijeshi, së bashku me entuziazmin dhe krijimtarinë e saj të shëndetshme, e bënin atë një mësuese të shkëlqyer. Dhe e vogla jone ndrojtur Holly e donte zonjën Smith. Holly, një shpirt i dhëmshur siç ishte që në atë moshë, shpesh mendonte për zonjën Smith dhe sa mirë do të ishte nëse ajo do të vinte në kishë dhe të mund ta njihte Jezusin. Kështu që çdo të premte, sytë e kaft dhe të pafajshëm të Hollyt nguleshin në sytë e zonjës Smith, ndërsa ajo e pyeste: "Zonja Smith, a do të vini në kishë këtë të diel?" Dhe çdo të premte zonja Smith përgjigjej: "E po, ndoshta." Çdo të hënë, siç tregon Suzy Smith, vajza jone zhgënjyer thoshte: "Zonja Smith nuk erdhët." Më në fund, thjesht u bë shumë e vështirë për t'u përballuar dhe mësuesja e shkretë e Hollyt premtoi se do të vinte në kishë. Dhe kështu, Suzy Smith erdhi për vizitë dhe në vazhdim filloi të vinte rregullisht, sepse dhe ajo kishte nevojë të thellë shpirtërore të paplotësuar, që më në fund u plotësua kur erdhi në besim në Krishtin. Suzy u bë një mike e mirë dhe një besimtare plot gjallëri, duke sjell energjinë e saj veprës së Krishtit. Kur Suzy Smith përfundoi në një karrige invalidësh për shkak të sklerozës multiple, ajo vazhdoi të shfaqte atë buzëqeshje rrezatuese, tashmë edhe më e ngrohtë nga dashuria e Krishtit. Ne kemi përjetuar gëzime të konsiderueshme në shërbesën profesionale, por asgjë nuk është aq përmbushëse sa gëzimi personal i të parit të miqve të familjes të vinë në besim. Fëmijët tanë e ndjejnë këtë po aq fort sa ne, dhe kohët kur ndajmë kujtime nga shërbesat tona familjare kanë qenë veçanërisht të ëmbla. Së bashku kemi ndarë lotët dhe të qeshurat për një djalë që ishte shok fëmijërie i fëmijëve tanë. Edhe pse ishte i pranishëm vazhdimisht në shtëpinë tonë, ai dukej se nuk e kishte kapur kurrë mesazhin. Por pasi u martua dhe u përball me vështirësi, ai e kuptoi mesazhin. Telefonata që na bëri që prej skaj tjetër të vendit për të na treguar se kishte ardhur te Krishti dhe ishte pagëzuar, është një moment i ndritur familjar. Një nga shoqet e vogla të Heatherit erdhi me gëzim në besim para se të vdiste nga fibroza cistike. Heather, atëherë në shkollën e mesme, shkroi këtë kujtim: "Të gjithë ata që e njihnin e donin dhe e duan akoma. Edhe pse gjithçka ka mbetur këtu, është një kujtim." Një herë tjetër,
na gëzoi një telefonat nga nëna e një të riu që punonte me djalin ton Kentin, për të na shprehur vlerësimin e saj për ndikimin e Kentit në jetën e djalit të saj. Dhe shoku i ri i Kerit, pavarësisht se babai i tij ishte një udhëheqës nacional spiritist, u konvertua në mënyrë të mrekullueshme dhe sot është një babai i perëndishëm dhe një udhëheqës shpirtëror. Vetë shtëpia e pushimit në të cilën filluam dhe përfunduam këtë libër u përket fëmijëve tan, të cilët u bën të krishterë përmes dëshmisë së familjes son. Pra, ne jemi krye këput në shërbes si familje, dhe ne po ndajmë me një ndjenjë festimi diçka nga çfarë ne kemi mësuar si familje. Familja si një mjet shërbese. Një çift i ri që po përgatitej për në fushën e misionit dhe të fejuar prej pak kohe, shprehën shqetësimin e tyre. Siç u shpreh nusja e ardhshme. Unë dua të kem familje dhe fëmijë, por dua që të kem edhe një shërbes. Ajo shprehu një refren gjithnjë e më të zakonshëm midis grave të krishtera që imagjinojnë se nëse nuk kanë një shërbes profesionale jashtë shtëpisë, duke përdorur arsimimin dhe talentat e tyre, ato nuk kanë një shërbes. Ne besojmë se ky është një iluzion fatkeq. Përveç se kundërshtimeve të dukshme, do me thënë që një mendim i tillë zbulon një këndvështrim të rrudhur të prindërimit dhe faktit që prindërimi i mirë kërkon çdo grim inteligjence dhe krijimtarie që dikush mund të jap, ai, gjithashtu, nuk pranon se familja është në zemër të shërbesës dhe ungjillizimit autentik. Si profesionist në shërbes, ne kemi bindjen e patundur se familja është shërbes dhe se përvoja më efektive e ungjillit ndodh nëpërmjet familjes. Ne jemi të bindur gjithashtu se nuk kemi qenë kurrë më të efektshëm në ungjillizim se sa kur kishim fëmijët në shtëpi. Në zemër të ekuacionit, familja është shërbes, qëndron fakti që fëmijët miqësohen natyrshëm me fëmijët e njerëzve me të cilët zorse do të kishim ndonjë ndërveprim domethënës. Fëmijët gjithashtu i kapërcejnë natyrshëm barrierat që prindrit e tyre i shohin të frikshme, madje të pamundura për t'u kapërcyer. Ne patëm një përvojë të paharrueshme kur djemt tan u miqësuan me djalin e një familjeje hebreje nga Iraku, që kohët e fundit i kishin ikur për ndjekjes muslimane. Asnjë nga familja nuk e kishte përvetësuar ende anglishten, por miqësia e djalit ton Kentit hapi rrugën që familjet tona të mikpresin njëra tjetrën me vaktet e paharrueshme orientale dhe perëndimore dhe gjithashtu bëri që djali i tyre të vizitonte kishën tonë. Fëmijët na çlirojnë nga izolimi i krishterë që na ndan nga ata që kanë nevojë për Krishtin, një element i rëndësishëm në mision dhe ungjillizim. Një arsye tjetër pse familja është shërbes qëndron në faktin që familjet e krishtera të shëndetshme janë magnetike. Pavarësisht kundërshtimeve të përhapura nga institucionet sociologjike, familja bërtham është forma më natyrale për ekzistencën njerëzore. Trinia e shenjtë në vetvete është familje, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ata që janë në Krishtin janë familje. Vëllezër dhe motra. Dhe qëllimi origjinal në zanafill për njerëzimin ishte familja. Prandaj, kur familjet e krishtera jetojnë nën fjalën e Perëndis, njerëzit do ta ndjejnë veten të tërhequr ndaj tyre. Pavarësisht mangësive tona të shumta,
E kemi parë këtë të vërtet vazhdimisht përgjatë viteve. Një arsye tjetër që familjet e krishtera shpesh janë kaq magnetike është se prindërimi priret t'i hap çiftet ndaj realiteteve shpirtërore. Mrekullia e lindjes shpesh i bën njerëzit të reflektojnë për përjetësinë. Intensiteti disitmerues i dashurisë që ata ndjejnë për fëmijët e vet i motivon prindrit e tjerë që të mendojnë thellë për fatin e përjetshëm të fëmijëve të tyre, edhe nëse vet ata nuk janë shqetësuar për fatin e tyre personal. Kjo është arsyeja pse pastorët pyeten rregullisht mbi pagëzimin dhe konfirmimin nga prindër jo besimtar, si për shembull një nën që tha: "Nuk më intereson çfarë bën ti si predikues, për sa kohë që spërkat atë me ujë." Shpesh, kjo hapje shpirtërore nuk artikulohet qartë. Prindrit thjesht ndjejnë një nevojë. Prandaj, familjet e krishtera që rrezatojnë jetë shpirtërore shpesh kanë mundësi të mrekullueshme për të ndarë dashurinë e Krishtit. Në lidhje me këtë, të krishterët që i duan vërtet fëmijët e fëmijëve të tyre, natyrisht do të kenë mundësi të dhëna nga Perëndia për të ndarë besimin e tyre. Me raste, kemi zbuluar se prindër, përndryshe të ashpër dhe zemërgur, çuditërisht janë bërë të butë, madje të hapur, kur e kanë kuptuar që ne i donim fëmijët e tyre. Dhe fëmijët sigurisht dëshmojnë natyrshëm edhe kur prindrit e tyre janë të ndrojtur për ta bërë këtë. Holly, e cila që kaq këmbgulse në dëshminë për edukatoren e vet të kopshtit, e pa këtë të ndodhte prap kur kishte çuar fëmijët e vet në park. Briani, në moshë kopshti, filloi të fliste me një djalë tjetër të vogël në majë të rëshqitëses. Holly ishte ulur pranë nënës së djalit dhe kishte shkëmbyer disa fjalë me të kur Briani papritmas i thëret së ëmës: "Hej mami, Joey nuk e njeh Jezusin." Kjo vështirë se përbënte një premtim të ungjillit, por vogëlushi Brian ishte në rrugën e duhur. Ai po bënte pyetje të mëdha. Fëmijët janë jashtëzakonisht të hapur për besimin e tyre. Njëherë dëgjuam Kerin duke folur me shokët e tij të shkollës për mrekullitë e parajsës. Kjo ndodhi gjatë kohës së një seriali të njohur televiziv, The $6 Million Man. Dhe ndërsa zëri i Kerit u ngrit me një entuziazëm qiellor, ai përdori metaforën më të fundit: "Është më i mirë se bionik." Besojeni këtë, familja është shërbes. Disiplina e një shërbese familjare. Ndërtimi i një shërbese familjare përfshin të jetuarit e disa disiplinave të hareshme. Ato përfshin savion. Mbani një shtëpi të hapur. Që në fillim, ne ndoqëm këshillën e Howard Hendricks, se ne po rrisnim fëmijë, jo bar. Do të vinte dita kur do të kishim një shtëpi gjyshërish, me qilima të hollë dhe objekte arti, lehtësisht të arritshme në përshtëpi. Por vitet e rritjes së fëmijëve ishin vite të enëve dhe orendive plastike. Kur fëmijët tanë ishin në rritje e sipër, kishte 10 shtëpi në bllokun ton dhe 6 prej shtëpive, përfshirë edhe tonën, kishin pishin. Edhe pse 5 nga ato 6 kishin fëmijë që ishin moshatar me tanët, pishina jon ishte vetmja në të cilën të gjithë mirëpriteshin rregullisht. Në shumicën e pasditeve dhe në shumë mbrëmje,
nga qershori deri në gusht, pishina jon ishte plot. Ndonjëherë përdorej me turne. Kujtimet tona verore janë ato të ditëve të nxehta nën kundërmimin e klorit. Pishinat që përdoren shumë kërkojnë doza të mëdha ditore. Tingujt e fëmijëve që luajnë dhe grinden dhe tharasin zonja Hughes, garat e përditshme të zhytjes, ishte një tresh rob. Nuk ka mundësi, Kent ishte të paktën një nëntësh. Dhe vetrata e xhamit që njollosej vazhdimisht nga spërkatjet prej hedhjeve të ndaluara të topave të ujit. Pa dyshim që kjo ishte e pafavorshme dhe ndonjëherë bezdisëse, dhe kishte raste kur të gjithë përziheshin për në shtëpitë e tyre, por përfitimet peshonin shumë më tepër se bezdit. Në krye të listës ishte fakti që ne e dinim se ku i kishim fëmijët, të paktën shumicën e kohës, kështu që kishim një far kontrolli mbi ndikimet që ata hasnin në jetën e tyre. Familja Hughes fitoi gjithashtu një reputacion për mikpritjen, dhe kjo e rriti ndikimin ton. Fëmijët dhe prindrit i njohëm në një mënyrë shumë komode, gjë që solli shumë përfitim ndër vite. Nuk mund ta theksojmë mjaftueshëm sa e rëndësishme është një shtëpi e hapur, një vend shtesë në tryezë për fëmijën e fqinjit, pak hapësirë më shumë në sendiljen e pasme, që të shkojmë të shohim filmin më të ri të Disneyt, për të shkuar në plazh apo për të shkuar në kish. Nuk është pa rëndësi që udhëheqësit e kishës duhet të jenë mikpritës. 1 Timoteut, kapitulli 3, vargu 2. Një shtëpi e hapur ndërton trupin e Krishtit. Vendosni t'i pëlqeni shokët e fëmijëve tuaj. Barbara i do fëmijët, fëmijët e të tjerëve si edhe fëmijët e saj. Ajo i ka parë gjithmonë në sy vogëlushët dhe i ka përshëndetur në një mënyrë që thotë: "Unë mendoj se ti je i mrekullueshëm." Në këtë gjë, ajo kurrë nuk është e pasinqertë apo nënvlerëftësuese, sepse i do me të vërtet të gjithë fëmijët. Fëmijët e kuptojnë kur konsiderohen si njerëz dhe e dinë që Barbara po i merr seriozisht. Edhe prindrit e tyre e kanë ndjerë dhe e kanë pëlqyer dhe vlerësuar për këtë. Ka një të vërtet të thjeshtë dhe të kuptueshme këtu. Në këtë botë të ftohtë dhe të ashpër, nëse ti i pëlqen fëmijët e mi, atëherë do të pëlqej edhe unë. Dhe do ta mendoj ndoshta edhe atë që ju përfaqësoni. Këtë e kemi përjetuar edhe nga ana tjetër. Ne i kemi vlerësuar dhe respektuar ata burra dhe gra që i kanë respektuar me të vërtet fëmijët tanë. Dhe veçanërisht ata që u kanë kushtuar pak kohë. Adoleshentët nuk janë të ndryshëm. Ata duan që të jenë të pëlqyer dhe e kuptojnë kur janë. Kent Graham, një nga shokët e Kerit, ishte një fëmijë jashtëzakonisht trup madh, me duar dhe këmbë të mëdha, që të kujtonte një San Bernard, racqeni trup madh, në rritje. Kenti e dinte që Barbara e donte atë, dhe reagimi i tij, në mënyrë tipike, ishte që përkulej dhe e përqafonte, duke i thënë: "Përshëndetje mama e vogël", ndërsa i rrihte lehtas shpatullat. Në vitet e mëvonshme, ne pam Kentin të luante qendërmbrojtës për një seri skuadrash profesioniste të bejsbollit, dhe kur shihnim ata burra në vijë mbrojtëse duke i bërë një shtrydhje, na kujtoheshin ato përqafime. Çmojini fëmijët dhe do të keni një shërbes. Lutuni për fëmijët e të tjerëve. Na ishte një burr që lutej: "Zot,
më beko mua dhe gruan time, djalin tim Gjonin dhe gruan e tij, ne të katërt dhe kaq. Pak mëtej një çift që luteshin: Zot, na beko ne të dyve dhe kjo mjafton. Aty pranë jetonte një beqar i cili thoshte: Zot, më beko mua. Kaq është gjithçka që mund të shoh. Zemrat që kanë vend vetëm për familjen e tyre, siç Leverdis të përkufizohet, janë zemra të rrudhura dhe në mënyrë të turpshme jashtë sinkronit me pulsin e zemrës së mjeshtrit. Mendja e shëndosh dikton që nëse duam të kemi një shërbes familjare, duhet të lutemi për ato familje me të cilat është në kontakt jeta jonë. Lista tona personale të lutjeve kanë shumë emra të tillë në to. Disa i kemi pasur aty për dekada. Dhe ne do t'i shohim disa që të vinë te Krishti, sepse Perëndia kënaqet kur ju përgjigjet lutjeve të tilla. Bëhuni një burim argëtimi në lagje. Na kujtohet një vit gjatë të cilit çdo të njëjte, sapo fillonin 6 javët para Krishtlindjes, Barbara i ftonte fëmijët e lagjes për të ngrënë biskota të bëra në shtëpi dhe për të praktikuar këngët e Krishtlindjes. Shpresa jon ishte që të përfshinim edhe prindrit e tyre. Seancat e provave të Barbarës nuk i kushtoheshin përsosjes muzikore, por thjesht u mësonin fëmijëve fjalët dhe i ngarkonin me entuziazëm. Dhe sigurisht, me afrimin e Krishtlindjes, entuziazmi arrinte kulmin dhe ju ngjitej dhe nënave dhe baballarëve të tyre. Prindërit filluan të telefonojnë dhe të ofrojnë ndihmë. Një nën doli vullnetare në shtëpinë e saj për një fest pas këngëve. Të tjerë ranë dakord të sillnin qerasje tradicionale Krishtlindje. Kur vinte mbrëmja, ne ishim veçanërisht të emocionuar, sepse ishte nata më e ftohtë e vitit. Në Kaliforni, do të thot rreth -2–3 gradë Celsius. Kështu që fëmijët mund të mblidheshin dhe të ngjesheshin bashk, ashtu siç supozohet të bëhet kur këndon. Duke u ndjerë si pjesë e një portreti kartolinasht të Krishtlindjeve, këndonim nëpër të gjithë lagjen, të shoqëruar për qark nga një rreth prindërish të lumtur. Më vonë, në shtëpinë e dekoruar me drita, këndonim përsëri, të rriturit dhe të gjithë të tjerët, dhe atje Kenti tregonte historinë e Krishtlindjes. Për disa, kjo ishte gjëja më fetare që mund të kishin bërë prej vitesh. Ata dëgjuan ungjillin dhe u pëlqeu. Në një rast tjetër, familja jon organizoi një paradë për kafshët shtëpiake, në të cilën secili fëmijë dekoronte një karrocë dhe parakalonte me kafshën e tij apo saj. Karvani përmbante mace, qen, hardhuca, zogj në kafaze dhe lloj brejtësish. Nëse do të kishim një videokamera, ngjarja do të kualifikohej për emisionin America's Funniest Home Videos, videot shtëpiake më për të qeshur të Amerikës. Mace që gëricnin qent me kthetra, kafsh që ja mbathnin me të katra, karroca që shkonin mos më keq, dhe të gjithë gajaseshin. Ngjarja ndryshoi opinionin e kulturës laike për të krishterët si të mefsht dhe pa gëzim, dhe mëtej e identifikoi familjen tonë të krishterë si të hareshme dhe plot jetë. Logjika e shëndosh na thot se pëlqyeshmëria është jetike për një shërbes familjare. Jini të sjellshëm me fqinjët tuaj. Kujtojmë një rast kur miq tan misionar e prisnin me padurim kohën e pushimit
nga që koha që kishin kaluar në fushën e misionit kishte qenë veçanërisht stresuese. Pritshmëritë e gruas ishin veçanërisht të mëdha, sepse për herë të parë në jetën e saj do të kishte një shtëpi të sajën. Ata kishin mundur të kursenin aq sa për të investuar në një apartament të ri në stilin e një shtëpie qyteti me një verandë të këndshme. E frymëzuar dhe krijuese, ajo përdori talentin e saj dhe aq sa mundi të shtrydhte nga buxheti i tyre i pakët për ta bërë verandën qendër të dekorimit të saj. Ishte në fakt, sipas vlerësimit të gjithëve, një sukses i jashtëzakonshëm. Dhe ajo filloi të shijonte qetësinë e saj të nevojshme dhe të relaksohej. Pastaj ca fqinj të rinj erdhën. Fjala më e mirë për t'i përshkruar ata ishte harbut. Ata vinin muzikë me volum të lartë ditë e natë dhe vazhdimisht shanin njëri tjetrin me fjalë të ndyra. Burrat urinonin pa turp në lëndinën e përparme në mes të ditës. Jo vetëm që ishin të pistë dhe ignorant, por dukej se ishin të mangët për nga kapaciteti mendor. Paqja e saj u zhduk. Ajo nuk shihte asgjë të mirë në ta. Gjatë kësaj kohe të pakëndshme, shoqja jon ishte lutur që Zoti ta bënte atë më të dashur. Por gjithçka që mund të ndjente ishte neveri dhe refuzim. Dhe gjërat vajtën akoma më keq, sepse një ditë të errët, ajo po kthehej në shtëpi nga pazari, kur zbuloi se fëmijët e fqinjit të saj ishin ngjitur në mur. Kishin gjetur një kanaçe me bojë portokalli dhe kishin spërkatur me të gjithë verandën e saj të bukur, dyshemen, muret, tavanin, orendit, gjithçka. Ajo u shqetësua dhe zemërua. U përpoq të lutej, por e gjeti veten duke qarë me hidhërim dhe duke bërtitur. I urrej këta, i urrej, nuk mundem t'i dua. Ndërsa emocionet e saj ranë, ajo e kuptoi që duhej ta rregullonte zemrën e saj dhe filloi të lutej prap. Teksa lutej, Kolosianëve kapitulli 3, vargu 14, i erdhi në mendje. Dhe përmbi të gjitha këto, vishni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë. Zot, si mundem ta bëj këtë? U përgjigj ajo. Duket kaq e rreme. Në çast, ajo e kuptoi. Duhet ta vishte atë si një pallto, dhe kjo ishte pikërisht çfarë bëri. Ajo u mbështoll në imagjinatën e saj me petkun e dashurisë së Perëndis. Pastaj bëri një listë se çfarë do të bënte nëse do t'i donte ata me të vërtet. Bëri ca biskota dhe ja çoi familjes. Ajo u ofroi të kujdesej pikërisht për ata fëmijë që i kishin shkatëruar verandën dhe nënën e ftoi për kafe. Mikesha jone dashur kishte veshur me vullnetin e saj dashurinë, e cila u shfaq në një dashamirësi të thellë. Dhe dashuria ishte e vërtet. Në fakt, ajo filloi të kuptonte ata dhe filloi të vlerësonte presionet e tyre, ndërsa gjeti kohë për ta dëgjuar fqinjën e vet, ndërsa i derdhte zemrën. Gjatë njërës prej këtyre vizitave, ajo pati mundësinë të ndante për Krishtin. Megjithse gruaja nuk pati ndonjë përgjigje pozitive, të paktën në atë kohë. Pastaj, erdhi dita kur fqinjët papritmas duhej të transferoheshin, dhe ajo qau. Përfshihuni në komunitet. Kenti njëherë përfundoi pa dashur si trajner për ligën lokale të futbollit të rinjve. Ai nuk mund të pretendoj se shërbesa ishte arsyeja për këtë. Për habin e tij, ai doli në podium për adhurimin mëngjesin e një të diele dhe zbuloi se i gjithë ekipi i tij
Aztecs Asëm kishte ardhur, të veshur me fanellat e tyre portokallime të zezë, të ulur në rreshtin e parë. Prindrit e tyre hindu, hebrenj, mormon dhe të tjerë nga tradita të ndryshme të krishtera ishin ulur pas tyre, të çelur në fytyrë. Në mënyrën e tyre, ata po tregonin vlerësimin për kohën që Kenti kishte shpenzuar për t'u marrë me djemt e tyre. Më shumë jo besimtar e dëgjuan ungjillin atë ditë se sa në 3 muaj të tjerë të zakonshëm në kishën tonë të vogël. Nga ana njerëzore, gjithçka ndodhi për shkak se Kenti nuk kishte qenë në gjendje të bënte gjën më racionale, pra t'u thoshte jo për të qenë trajner. Duke parë pas, natyrisht, gjithçka ishte kaq logjike. Nëse dëshironi të bëheni dëshmitar për njerëzit jashtë kishës suaj, duhet të qëndroni me ta. Përmbledhje. Rruga drejt një shërbese familjare jetë ndryshuese përfshin disa disiplina jashtëzakonisht të gëzueshme. Mbani një shtëpi të hapur. Pëlqejini miqt e fëmijëve tuaj. Lutuni për fëmijët e të tjerëve. Bëhuni një burim argëtimi në lagje. Jini të sjellshëm me fëmijët tuaj. Përfshihuni në komunitet. Nuk ka asnjë grimc egzagjerimi në pohimin ton, se megjithse kemi pasur gëzim të jashtëzakonshëm në një shërbesë publike të suksesshme, asgjë nuk ka qenë aq përmbushëse sa t'i shihnim miqtë e familjes dhe fëmijët të vinin te Krishti. Është për të ardhur keq kur të krishterët e ndajnë familjen nga shërbesa, sepse familja, kuptuar sakt, është shërbesë. Besojeni këtë, jetojeni këtë për lavdinë e Perëndisë. Për të menduar. A është shërbesa familjare shërbesë kryer nga familja juaj duke punuar së bashku një ëndër apo një realitet, ose të paktën një mundësi realiste? A mund të jenë pjesë e kësaj edhe fëmijët e vegjël? Si? A jeni dakord që familja është shërbesë? Pse po ose pse jo? Si e dim ne se familja është afër zemrës së Perëndisë? A jeni dakord që një shtëpi e krishterë duhet të jetë e hapur për fëmijët e tjerë, fëmijët e të tjerë? Çfarë rreziqesh mund të sjellë kjo? Cilat janë përfitimet dhe mundësitë? Në çfarë mënyrash mund të përfshihen prindrit në komunitet për të shërbyer të tjerëve? Në çfarë mënyrash jeni përfshirë ju vetë? Në çfarë mënyrash të tjera mund të përfshiheni apo dëshironi të përfshiheni?